Largimi nga kreu I kuvendit duket se ka sjell bereqet te Lindita Nikolla. Ajo u largua me justifikimin se ishte sëmur, por që në atë kohë ka mbetur në hije. Megjithatë, në prapaske Nikolla duket se është pasuruar frikshëm. Ish-kryetaria e kuvendit dhe deputetja e Partisë Socialiste rezulton me një shtim të konsiderueshëm të pasurisë së paluajtshme në deklarimin për vitin 2024 në ILDKPI, ku bie në sy përfitimi I disa pronave përmes trashëgimisë të ndara në bashkëpronësi me bashkëshortin. Sipas të dhënave të deklarimit, Nikolla ka përfituar një sër pasurish të paluajtshme, përfshir 2 garazhe me sipërfaqe 16 metër katror, 2 njësi me sipërfaqe 34 metër katror dhe 133 metër katror, si edhe 2 apartamente me sipërfaqe 104 dhe 77 metër katror. Të gjitha këto pasuri janë deklaruar me burim krijimi trashëgimie dhe me pjesë takuese 50%, çka nënkupton bashkëpronësi me bashkëshortin. Në këtë mënyrë portofoli I pasurive të familjes është zgjeruar ndjeshëm gjatë vitit të fundit, me disa prona të reja të shpërndara në mënyrë të barabartë mes Nikollës dhe bashkëshortit të saj. Nga ana tjetër, në deklarimin e bashkëshortit rezultojnë edhe ndryshime në pasuri. Ai ka pasur në pronësi 2 pasuri të tipit truall plus ndërtesë, me sipërfaqe 240 metër katror dhe 188 metër katror, të cilat nuk I zotron më pas datës 7 nëntor 2024, sipas dokumenteve të lidhura me kontrata sipërmarrjeje. Kur ishte kryetare e kuvendit, Nikolla është akuzuar se ka përfituar një vilë. Ish-kryeministri Sali Berisha e ka denoncuar se ka marrë një vilë, 1.1 milion euro në bllokun e vilave luksoze në Lundër. Vet Nikolla e mohoi si lajm. Pasuria e deklaruar nga Nikolla, tipi I pasurisë garazh, sipërfaqja totale e asetit 16.88 metër katror, pjesa takuese 50%, burimi I krijimit trashëgimi, tipi I pasurisë garazh, tipi I të drejtës bashkëpronar, sipërfaqja totale e asetit 16.80 metër katror, pjesa takuese 50%, burimi I krijimit trashëgimi, tipi I pasurisë njësi, sipërfaqja totale e asetit 34.14 metër katror, pjesa takuese 50%, burimi I krijimit trashëgimi, tipi I pasurisë njësi, tipi I së drejtës bashkëpronar, sipërfaqja totale e asetit 133.26 metër katror, pjesa takuese 50%, burimi I krijimit trashëgimi, tipi I pasurisë apartament, tipi I të drejtës bashkëpronar, sipërfaqja totale e asetit 104.36 metër katror, pjesa takuese 50%, burimi I krijimit trashëgimi, tipi I pasurisë apartament, sipërfaqja totale e asetit 77.70 metër katror, pjesa takuese 50%, burimi I krijimit trashëgimi, burri, tipi I pasurisë truall plus ndërtesë, tipi I të drejtës pronar, sipërfaqja totale e asetit 240 metër katror, pjesa takuese 100%, detajet e ndryshimit paksim të vlerës nuk e zotroi tjetër, tipi I dokumentit, kontratë sipërmarrje, tipi I pasurisë truall plus ndërtesë, tipi I të drejtës pronar, sipërfaqja totale e asetit 188.50 metër katror, pjesa takuese 100%, detajet e ndryshimit paksim të vlerës, tipi I dokumentit, kontratë sipërmarrje.